Maska me kozë që zhduk rrullat për gjithmonë, ja si ta përgatisni. Ndoshta nuk e dini, por kosi kthehet në maskën me ekonomike me përfitime të mrekullueshme. Mjafton që në një filxhan kafeje të hidhni 2 deri në 3 lugë çaji me kozë dhe t'i përzjeni derisa të formohet një masë e plotë. Më pas e vendosni këtë masë në fytyrën tuaj duke treguar më shumë kujdes dhe mbuloni të gjitha zonat problematike siç është për shembull edhe qafa. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndërkohë që lyeni fytyrën dhe masazhoni atë me lëvizje të lehta rrethore për të nxitur edhe qarkullimin e mirë të gjakut. Kosi do të fillojë që të ngurtësohet pas 5 minutash, duke krijuar kështu edhe një maskë të mirëfillt, me përfitime të mira për shëndetin e lëkurës. E lini për 15 minuta dhe më pas, mjafton që ta njomni pak duart me ujë dhe përsëri të fërkoni fytyrën derisa shtresa e kosit të thërmohet plotësisht. Sipas ekspertëve, kjo do ju largojë qelizat e vdekura dhe papastërtitë, të cilat janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë gjithë ditës. Kosi gjithashtu përmban edhe bakterjet të cilat luftojnë të gjitha papastërtitë e mbledhura në lëkurë nga kontakti i saj me forma të jashtme. Por gjithashtu jo do të parandaloni krijimin e akneve si rezultat i infektimit të poreve nga papastërtitë. Më pas shpëlajeni lëkurën tuaj me ujë të bollshëm dhe fërkojeni lehtë me një peshqir. Kështu do të largoni papastërtitë e saj dhe do të siguroni një maskë natyrale për shëndetin tuaj të lëkurës. Kosi nuk është i vetmi produkt i shijshëm, por edhe plot me vlera shëndetësore që mund të mbajnë larg një sër komplikacionesh. Duke u përdorur me kujdes në përditshmërinë tuaj, janë pikërisht këto vlera të cilat përmirësojnë edhe shëndetin e lëkurës. Nëse përdoret si një maskë natyrale, pa nevojë të shtuar të asnjë përbërësi tjetër, kosi do të kthehet në një mënyrë ekonomike për përfitimet e mrekullueshme. Mineralet dhe vitaminat që përmban kosi janë vërtet mbreslënse. Ka një arsye pse kosi e bën në lëkurën e fytyrës më të rigjallëruar plot me shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënës, janë pikërisht këto 4 përbërës, të cilat do të ndikojnë dukshëm në shëndetin e lëkurës, duke përmirësuar atë dhe duke evituar kështu edhe problemet që shkaktojnë rrullat e ndryshme. Zinku, i njohur për vetitë e tij antiinflamatore, do të nxjisë gjithashtu rigjenerimin e lëkurës, si dhe do të balancojë nivelin e yndyrnave që shkaktojnë edhe krijimin e akneve. Të gjithë e dinë se kosi përmban nivele të mira të kalciumit. Ky mineral është gjithashtu shumë i vlefshëm në mbrojtjen e lëkurës dhe parandalimin e papastërtive. Ai ndihmon në hidratim dhe parandalon përtharjen e lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës dhe nxit prodhimin e yndyrnave të shëndetshme. Acidi laktik është një përbërës kryesor të kosi dhe gjendet me shumicë tek produktet e lëkurës. Ajo funksionon si një agent kundër rrullave dhe plakjes së saj, por veprimi kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimave, siç janë tirosinase, të cilat nxisin edhe prodhimin e melatoninës. Kështu lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe më e pastër. Por si ta përdorni kosin për lëkurën tuaj? Mjafton që në një filxhan kafeje të hidhni 2 deri në 3 lugë çaji me kos dhe t'i përzjeni bashkë derisa të merrni një masë të njëtrajtshme. Këshillohet që të lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje të lehta dhe rrethore. Kështu, përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë të menjëhershme dhe do të nxisin gjithashtu rigjenerimin e lëkurës. Sa herë që qeshni, shprehini emocionet tuaja ose qëndroni shumë në diell, fillojnë që të krijohen edhe vizimet e para në fytyrën tuaj, duke e bërë më të vështirë edhe mbajtjen e një lëkure të përsosur. Ky proces është aq natyral sa që shfaqet me kalimin e moshës dhe aq sforcues nga faktorët e jashtëm, por edhe i menaxhueshëm. Nëse doni të parandaloni rrullat e tepërta në fytyrë, mjafton të hidhni syt nga vitamina dhe produkte natyrale. Në këtë video do të mësoni disa mënyra natyrale të largimit të rrullave me produkte shtëpiake. Përdorimi i maskës me kos dhe karrot.
mund t'jap përfitime të mira në dukjen e lëkurës suaj dhe të parandalojë edhe krijimin e tyre të rrullave. Ky trajtim është i pasur me nivele të mira të vitaminës C, të afta të luftojnë edhe plakjen, beta-karoten dhe acidin laktik. Bashkimi të gjitha këtyre përbërësve me minerale dhe vitaminat i jep fytyrës mundësinë që të rigjenerohet. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete janë një karrot, 5 lugë gjedhe me kos, 1 lugë gjedhe me lëng limoni. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Si fillim, qëroni karrotën dhe prisni atë në rrafë të vegjël. Hidhni ato në mikser dhe gjithashtu edhe me përbërësit e tjerë përzieni. Bëheni këtë derisa të formohet një masë kremoze dhe pa kokriza të mëdha. Më pas e vendosni atë në fytyrë nga darka në zonat problematike dhe e lini të qëndrojë për të paktën 30 minuta. Në fund e shplani fytyrën tuaj me ujë të vakët dhe e lyeni atë me krem hidratues. Këtë trajtim këshillohet që ta përdorni çdo mbrëmje përpara gjumit, ndërkohë që pastën me kos mund ta ruani në frigorifer dhe ta përdorni 2 herë në ditë. Trajtimi me kos dhe aloe vera në kombinim edhe me kastravecin gjithashtu mund t'jap një mbrojtje më të mirë të lëkurës dhe të parandalojë krijimin e rrullave të tepërta. Maska të tilla natyrale do të ndihmojnë në rigjenerimin më të mirë të lëkurës dhe parandalimin e formimit të rrullave dhe akneve të moshës. Ndaj tregoni më të vëmendshëm me receta natyrale të cilat i zgjidhni fare lehtë në kushte shtëpie dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Rrullat e moshës janë një nga problemet më të shpeshta kryesisht të femrave. Nëse po kërkoni një zgjedhje me maska natyrale në kushte shtëpie, baza e saj mund të jetë edhe majaja e birrës. Për maskën e parë ajo që ju duhet është 1 lugë gjedhe maja birre, 2 lugë ujë të ngrohtë, i përzieni të dyja përbërësit derisa të formohet një masë e mirë kremoze. Masën e krijuar e përhapni me lëvizje rrethore në fytyrë dhe në qafën tuaj. Pasi të ketë kaluar të paktën 20 minuta, shplaheni atë me ujë të ngrohtë përmes një tamponi pambuku dhe e lyeni fytyrën me pak vaj ulliri në mënyrë që ajo të mbetet e butë, gjithashtu edhe më e shëndetshme. Kështu do të arrini të realizoni një maskë natyrale në kushte shtëpie. Maska e dytë është 1 lugë maja birre, 3 lugë me kos. Përzieni atë në një enë të vogël prej qelçi, 3 lugë kos, 1 lugë maja birre derisa të merrni një masë homogjene. E përhapni atë me kujdes në fytyrë dhe në qafën tuaj dhe e mbani për 20 minuta. Më pas e shplani fytyrën tuaj me ujë të bollshëm. Siç e dini, në ditët festive, ato mund t'japin edhe përfitimet më të mira në dukjen e lëkurës dhe rigjenerimin e saj. Përtej ndjesive pozitive që merrni, të gjithë e dimë se ka disa disavantazhe pasi trupi dhe organizmi juaj është i ekspozuar ndaj edhe teprimeve abuzive, siç është për shembull ushqimi dhe alkooli. Kur trupi juaj ekspozohet ndaj këtyre faktorëve, atëherë fillojnë edhe të shfaqen më shumë problematika të rrullave dhe lëkura juaj do të bëhet më e ndjeshme, më e brisht dhe do të krijojë gjithashtu komplikacione të njëpasnjëshme. Nëse doni të keni një lëkurë fytyre më të shëndetshme, më të mbrojtur dhe pa probleme të akneve, të gjitha produktet natyrale në kushte shtëpie mund t'japin gjithashtu rezultate të shumëpritura në mbrojtjen e lëkurës dhe parandalimin e krijimit të rrullave. Rrullat mund të formohen nga faktorë të ndryshëm. Nëse do të kishte një listë të problemeve më të urryera estetike, rrullat padyshim do të ishin në krye. Simptomat e pashmangshme të plakjes mund të jenë një arsye e tyre, të cilat mund të krijojnë vështirësi në dukjen e lëkurës dhe probleme të njëpasnjëshme të tyre. Tërshëra mund të përdoren në maska natyrale dhe është një drith i plotë dhe ushqyes, i pasur me produkte të elementeve ushqyes, të cilat e mbajnë lëkurën më të hidratuar dhe evitojnë edhe problemet e akneve të tyre. Kështu, mund të kombinoni edhe vitaminën E kundër problemit të rrullave, përgjegjëse edhe për një lëkurë të shëndetshme më të mbrojtur dhe më pak probleme që i kanosen asaj. Për të përgatitur maska natyrale mund të ndiqni edhe ato që ju besoni më shumë. Vëmendje,
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.